kishte mundësi i kërkuesi që ta dinte që kishte një hetim në lidhje me të gjithë këtë informacion? Në këtë rast kemi të bëjmë dhe me një anë subjektive të vetë pra shtetasit apo le të them gazetarit, duke qenë se është gazetari i gjithë kronike që e përmend. Ka pasur të gjithë eksperiencën e informacionit dhe duhet për të shmuar çfarë lloj informacioni dispononte dhe çfarë ka thënë bombe disponon në duart e tij. E përmend atë më parë gjatë pyetjeve që u bëra mbrojtjes, kemi pasur edhe raste të tjera kur gazetarët të njëjtit nivel të hetimit, që quhen pra kronikës së vetë, kanë qenë kanë pasur në dorë informacione të tilla dhe kanë ardhur ne kanë kontaktuar. Ky informacion është i vërtetë dhe mundem ta publikoj ju prish punën atë. E thënë terma shumë. Ekziston si detyrim ligjor ky, mund të na citoni dispozitën ligjore, pra jemi në kushtet e kundërligjshmërisë, nëse ai nuk vjen ta konfirmoj me ju këtë gjë, pra jemi në kushtet e praktikës, thjesht një praktik apo kemi detyrim ligjor që nuk është zbatuar? Nuk po flasim për detyrim ligjor. Në këtë as kryetari jam saktë, nuk po flasim për detyrim ligjor, po flasim për një detyrim etik. Balanci që përmend shpesh nga mbrojtja, në mes të ruajtjes së etikës, të ruajtjes së burimit, që ne nuk kërkojmë burimin. Në fakt ne kërkojmë, po nëse është pra subjekti on, burimit le të themi gazetaresk apo ruajtjes së interesit publik dhe cënimit. Për cënim të etikës, mund të ketë veprime nga ana e prokurorisë në të drejtin? Jo, zona kryetare nuk i kemi ato atribute, mund të ketë Unioni Gazetarëve apo ndonjë entitet tjetër shtetëror kushtetues, por ne si kemi. Ne hetojmë vetëm rrjedhën e informacionit që